Garanca më e mirë për procesin eurointegrues është përmbushja e kritereve, e ka bërë të qartë edhe njëherë Eurokomesaria Marta Kos, duke folur para gazetarëve për kërkesën e palës maqedonase që Brukseli të jap garanca që nuk do të përballet me kushte të tjera nga ana e Bullgarisë në rrugën drejt BE-s. Eurokomesaria tha se synimi i Komisionit Evropian është që të hapi negociatat me Maqedoninë e Veriut sa më shpejt të jetë mundur. Ajo në konferencën e mbajtur në kuadër të samitit BE Ballkani Perëndimor tha se ky takim që u mbajt në Shkup po dëshmon se është një imperativ për të quar përpara Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj, veçanërisht tani që disa vende të tjera po përparojnë shumë mirë drejt finalizimit të negociatave. Ne të gjithë njohim se kjo nuk është një rrugë e lehtë, por tani është e hapur dritarja për zgjerim dhe ne të gjithë duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të gjithë duhet të kontribuojnë. Jo vetëm dy shtetet, por edhe Bashkimi Evropian për dalë të një rrugë që do mundsojë që Maqedonia e Veriut të fillojë negociatat sa më shpejt të jetë mundur. E pyetur të komentoj amendamentet e eurodeputetëve bullgar ku kërkohet vendosja e termit gjuhë dhe komb modern Maqedonas, ajo tha se antarësimi në BE është mënyra më e mirë për të mbrojtur identitetin, gjuhën dhe kulturën e Maqedonisë. Identiteti nuk mund të jetë kurrë subjekt i vendimarrjes politike, por është diçka që e mbajmë në shpirtin dhe zemrën tonë. Identiteti është mënyra se si ndihemi, si e ndjejmë adheun tonë dhe si kujdesemi për traditën tonë. Për shembull, manastiret në Maqedoninë e Veriut, si miti, pasuli në tavë, punxhuri ose specat e mbushur, si i mirëmbajmë kostume tradicionale, çfarë lloj marrëdhëniesh ndërtojmë me më të moshuarit në vend, çfarë lloj qëndrimi kemi ndaj ruajtjes së gjuhës sonë. Askush nuk mund t'ua heqë këtë juve maqedonasve. Ndërkaq kryeministri Hristijan Mickoski tha se Maqedonia e Veriut ecën në rrugën evropiane me zemër dhe mendje të hapur duke i pranuar vlerat evropiane, por se ata i kundërshtojnë shantazhet të cilat tha ai nuk janë pjesë e atyre vlerave. Ai tha se nuk pranojnë imponime në maskën e procesit evropian, ndërkaq shtoi se identiteti Maqedonas nuk është vetëm kuzhina maqedonase. No moram da priznam da kao je poveki od 3 decenije nije... Duhet të pranoj se, për më shumë se 3 dekada, ne humbëm një pjesë të madhe të identitetit ton duke ndryshuar flamurin, emrin, duke ndryshuar kushtetutën disa herë edhe në kushte kur nuk ka garanca se ky do të jetë lëshimi i fundit për çështjen e identitetit. Unë do të isha shumë i kujdesshëm pasi udhëhiqem nga maksima, mos i dëgjoj çfarë flasin, shikoj çfarë bëjnë, ndërsa ata çfarë kanë bërë dhe ende e bëjnë. Një pjesë e eurodeputetëve të fqinit ton lindor nuk ka një lidhe me vlerat europiane. Për mua, identiteti im nuk është vetëm kuzhina e shkëlqyer maqedonase, por është edhe Goce Delçevi, Shapkarevi, vëllezrit Mladinov, kryengritja i Lindenit, Dame Gruevi, Janes Sandanski. Duke folur për agjendën e reformave në vend, ai tha se reformat nuk janë dekorat për nevojë dhe se nuk do të presin që dikush t'i shtyjë përpara, por do të ecin vetë me plan konkret dhe me vizion të qartë.